Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kryeministrisë, të nderuara mediat pranishme, të dashur qytetarë, konstituimi i kuvendit dje u pamundësua sepse partitë opozitare PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK nuk votuan për verifikimin e mandateve të tyre si deputet. Në thelb, ata që nuk pranuan që formalisht ta marrin mandatin e deputetit, po kërkojnë nga unë që formalisht të mos jem kryeministër. Qeveria jonë, ky kabinet qeveritar, është në detyrë dhe efektivisht i dërhequr që nga 23 marsi i këtij viti, kur edhe e kemi përmbushur mandatin e rregullt dhe të plot 4 vjeçar. Nga ajo ditë e deri në zgjedhjen e qeverisë së re nga legjislatura e 9 e Kuvendit të Republikës Kosovës, qeveria jonë ushtron të gjitha përgjegjësitë që i takojnë pushtetit ekzekutiv në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kjo e vendos qeverinë në një rol kujdestar për të garantuar vazhdimsinë, sigurinë dhe funksionimin e pandërprerë të shtetit tonë në zbatim të Kushtetutës dhe ligjeve të Republikës. Krahas përmbushjes së mandatit të plot qeverisës, që na vë në një rol kujdestar deri në formimin e qeverisë së re, unë në emër të kabinetit qeveritar dje jam drejtuar Kuvendit të Republikës sonë me një letër përmes së cilës e kam njoftuar për statusin e qeverisë sonë pas datës 23 mars 2025 dhe për dërheqjen time nga posti ekzekutiv, veç se efektiv nga ajo datë dhe sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Më shumë se kaq nuk është e mundur të jepet dërheqje. Më shumë se kaq do të ishte braktisje e institucionit. Do të ishte vakum institucional, pa përgjegjësi politike dhe rrezikim i sigurisë kombëtare. Është kërkesë dhe insistim, e thënë së buti i pamatur për të lënë shtëpinë pa zot shtëpie. Të dashur qytetar, ligji për qeverinë e bën të qartë se një qeveri në dërheqje vazhdon të ushtrojë përgjegjësitë e saj në enit 30, ndonse të kufizuara në enit 31, deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Mbledhja sot dhe ushtrimi i kompetencave të tjera qeveritare janë plotësisht të lejueshme, madje edhe të detyrueshme sipas ligjit. Pra, ne kemi funksione të kufizuara, por asesi nuk mund të ketë ndalim funksionimi. Shteti nuk mund të ketë vakum qeverisje, qeveria nuk mund të ketë ndalesë funksionimi. Kemi nga e kaluara shembullin e ish kryeministrit Thaçi që ndonse kishte dhënë betimin e deputetit në korrekt të vitit 2014, kishte vazhduar të jetë kryeminist në detyrë deri në dhjetor të atij viti kur u votuar qeveria e re. E kemi shembullin e ish kryeministit Haradinaj, i cili dha dorëheqjen korrekt vitit 2019, vetëm për të vazhduar tutjes si kryeministër në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë Kurti-ni në shkurt të vitit 2020. Gjithashtu e kemi shembullin e ish kryeministit Hoti, i cili mbeti në detyrë deri në formimin e qeverisë Kurti-2 në mars të vitit 2021, përkundër faktit që qeveria e tij u shpall e jashtëligjshme nga gjykata kushtetuese në dhjetor të vitit 2020. Pra në historikun tonë të formimit të institucioneve, kemi shembuj nga e kaluara, kur një qeveri e udhëhequr nga PDK, ndonse me kuvend të shpërndarë, një qeveri e udhëhequr nga AK, ndonse e dorëhequr, dhe një qeveri e udhëhequr nga LDK, ndonse e shpallur si e jashtëligjshme, kanë qëndruar në detyrë deri në formimin e qeverisë së re. Por një qeveri e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje, ndonse ka përmbushur mandatin e saj të rregullt 4 vjeçar, na u dashka të largohet nga zyrat e saj një orë e më parë. Si fitues të padiskutueshëm të zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025, jemi shumë të interesuar që të ecim përpara drejt formimit të institucioneve të legjislaturës së 9 dhe atë sa më parë menjëherë. Si qeveri në detyrë jemi shumë të vëmendshëm dhe të përgjegjshëm që të mos lejojmë vakum institucional, jo për një ditë, jo për një orë, por as për një minutë të vetme.
Përkundër thirrjeve të papërgjegjshme opozitare dje për pezullim të shtetit, shteti funksionon. Prej arrestimit të kriminalëve serb, te digitalizimi i orkave fiskale e te publikimi në Shkodër i projektit Hekurudës Prishtinë-Durrës me 14 tunele, 43 ura, 7 stacione të reja dhe me gjatësi gati 106 km. Funksionon edhe sot shteti me vendimet që kemi para vetës në rendin e ditës për mbledhjen e 258, të cilën do ta kemi për shqyrtim bordin e ri të drejtorëve të ndërmarrjes publike, kompania rajonale e ujësjellësit Hidroregioni Jugor, huamorrjen për Telekomin e Kosovës, planin e veprimit për zbatimin e strategjisë për avancimin të drejtave të komuniteteve rom dhe ashkali, propozimin preliminar për shpërndësimin për interes publik të pronave të palojshme për nevojat të institucioneve qendrore të sigurisë të Republikës Kosovës në komunën e Prizrenit dhe Malishevës e të tjera e të tjera. I siguroj qytetarët se për të zhurmës opozitare dhe disa mediave të ish regjimit dhe të oligarkëve që madje kanë shkuar aq larg sa që i kanë regjistruar biznesin në Serbi, Republika e Kosovës atë dhe po ecën përpara në ekonomi e në demokraci, në rend me ligj e me siguri e paqe për gjithë. Ju faleminderit e tash po vazhdojmë me rendin e ditës për mbledhjen e sotme.